teksa është bërë një nga personazhet më interesant të momentit, kurioziteti për jetën private të Moza Ahmetit sa vjen dhe shtrohet. Shumë detaje të fshehura nga jeta e saj private tashmë po dalin në dritë, jo vetëm nga ajo, por edhe nga njerëzit e afërt të saj. Nëse ka një cilësi që e bën ato unike, është fakti se ajo nuk ka kompleks të thotë atë që mendon, të dashuroj pavarësisht moshës dhe të mos ketë asnjë lloj tabuje për faktin që i dashuri i saj është 25 vite më i vogël në moshë se ajo. Së fundmi, djali i xhaxhait të Mozës ka treguar një detaj tepër të veçantë. Edhe pse dihet nga një grup i vogël njerëzish, djali i xhaxhait të Mozës ka mbajtur poste kyçe në policinë e shtetit, midis të cilave edhe shefi i qarkullimit rrugor. Ata që e njohin krenar Ahmetajn, djalin e xhaxhait të poetes, e din se ai nuk bën kthim pas. Madje, një ngjarje që u komentua shumë në media ishte kur ai doli në mbrojtje një polici rrugor, pasi ai kishte një debat me një prokurore që nuk donte t'i tregonte dokumentat e makinës. Krenari shkoi në vendngjarje dhe kërkoi shoqërimin e prokurores në komisariat për kundërshtim të punojësit të policisë. Por ai ka treguar dhe një episod shumë interesant me Mozën. Teksa po lëvizej në zonën e Universitetit të Tiranës, pash një djalë që rrethullonte makinën me shpejtësi të madhe për t'i rënë në sy vajzave. E ndaloi dhe i marr lejen e qarkullimit. Makinën ja dërgoi në pikë bllokimi. Më merr Moza në telefon dhe më thot: "Krenar, ke ndaluar djalin e një miku tim. Të lutem, lëre të ik dhe mos e blloko makinën." I thash: "Kush është ky miku jot?" Më përmendi emrin e një pronari të fuqishëm të një televizioni në Shqipëri, emrin e të cilit nuk po e përmend për arsye etike. Pronari i televizionit e pa që unë nuk po i hapja telefonin dhe më futi Mozën mik. I thash: "Dëgjoj Moza, jo djali ati të jetë, por edhe i mbirë të ishte, ajo makinë do të bllokohet." Më pas, Moza më tha: "Okej, bëje si mendon, nuk dua të prish punë ty." Moza është tip që nuk i ngelet hatri, edhe kur i thua jo, u shpreh djali i xhaxhait të poetes.